Përshëndetje miq të Infokusit. Duke qenë se kemi hyrë në muajin e shenjtë të Ramazanit, do t'ju njoftoj me disa nga hapat e rëndësishëm që duhet t'i ndiqni në syfyr dhe iftar për agjërim sa më të lehtë. Ramazani është një kohë e veçantë për reflektim, përmirësim personal, mirësjellje dhe shpirtërim. Dhe agjërimi është një nga shtyllat kryesore të këtij muaji të shenjtë, ku ata që respektojnë agjërojnë nga agimi deri në perëndim. Agjërimi ka ndikime pozitive në shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Përveç këtyre përfitimeve, është gjithashtu e rëndësishme që gjatë këtij muaji të kujdeseni për shëndetin tuaj. Dhe këto janë disa mënyra për ta bërë këtë. Të thyesh agjërimin me 3 hurma dhe ujë i jep trupit tuaj një shpërthim të menjëhershëm energjie dhe hidratimi para ushqimit kryesor. Supa e lehtë është gjithashtu një zgjedhje e mirë për të nisur iftarin pasi ndihmon në hidratim. Konsumoni me kujdes ushqime të rënda, kremoz dhe të skuqura, si dhe ato të kripura ose me sheqer. Si mëngjesi, syfyri duhet të jetë vakti më i rëndësishëm i ditës. Të balanconi syfyrin me ushqime të pasura dhe me lëndë ushqyese, si tërshër, djath, fruta dhe perime. Megjithatë, mund të qëndroni të hidratuar duke pirë shumë lëngje gjatë orëve të iftarit dhe syfyrit. Po ashtu, bëni ushtrime të moderuara dhe lëni anash zakune të dëmshme gjatë dhe pas orëve të agjërimit. Urime muaji i shenjtë i Ramazanit, agjërim sa më të lehtë.